Muzeu Hebraik në Vlorë rritet interesi turistëve nga Izraeli dhe jo vetëm. Ndërtimi i tij tashmë ka nisur, ndërsa fakti që në Vlorë po ngrihet një muze i tillë ka rritur ndjeshëm interesin e të huajve. Skënder Spahiu, përgjegjësi i muzeve të Bashkisë Vlorë, konfirmon se Muzeu Hebraik do të jetë një atraksion i rëndësishëm turistik. Kjo dhe për faktin se do të përcjell edhe lidhjen mes shqiptarëve dhe hebrejve, bashkëjetesën e tyre. Spahiu konfirmon se interesi për këtë muze ka ardhur në rritje, duke besuar se shumë shpejt do të jetë gati teksa po ecin me ritme të shpejta. Interesi është shumë i madh, ne kemi kontakte të vazhdueshme edhe me shoqatën Shqipëri, Izrael apo edhe me përfaqësues të ndryshëm të komunitetit izraelit, por edhe të atyre familjeve vlonjate që janë martuar apo kanë lidhje martësore me familjet e hebrejve që kanë jetuar në qytetin tonë, dhe ata shprehin interes të jashtëzakonshëm, madje janë vetë ofruar edhe për të dhuruar objekte që ata kanë përdorur gjatë kohës që kanë jetuar në qytetin e Vlorës apo në Shqipëri, dhe gazetarë kanë patur të shumtë, të cilët unë kam patur rastin të shoqëroj dhe të përcjell gjatë rrugës e hebrejve për muzeun i cili po ndërtohet për këtë komunitet që ka jetuar në qytetin tonë të Vlorës dhe në Shqipëri, dhe ata shprehin interes të jashtëzakonshëm të njohur atë beslidhje, atë besë të shqiptarëve, sidomos brezat e rinj që kanë pritur dhe kanë ruajtur, kanë bashkëjetuar me këtë komunitet të hebrejve në qytetin tonë. Po vazhdojnë punime me ritëm shumë të lartë, godina është drejt pastrimit përfundimtar dhe do fillojë restaurimi i dyshemeve, i çative dhe tavaneve që pjesë të brendshme të godinës, dhe shumë shpejt them se do jetë në funksionar Muzeu Kombëtar i Hebrejve. Muzeu Hebraik është duke u ngritur në zonën historike të Vlorës, shumë pranë zonës ku dhe kanë jetuar hebrejt në Vlorë, ndërsa është një tjetër atraksion turistik, kulturor dhe historik që i shtohet qytetit bregdetar të Vlorës.